Mirë shikues të nderuar të televizionit Ziko, po takojmë me emisionin Zhurma. Edhe kësaj herë ndodhemi në Hotel Victoria në Prishtinë. Falenderojm për këtë hotel dhe për mikpritjen e tyre që na bën. Ndërsa tani pranë meje është një këngëtar, një person që sigurisht I dini shumicën e këngëve të tyre, të tij në realitet, edhe së fundi një këngë që po dëgjohet shumë dhe është duke u transmetuar shumë edhe në televizionin Ziko. Pranë meje është Fatmira, apo I njohur si Don Pizhi. Mirë se erdhe Fatmir, faleminderit shumë që ke pranuar së pari ftesën. Patjetër, mirë se ju gjej edhe më mirë që jam pjesë e emisionit juaj. Faleminderit shumë. Nuk po di tash shumë të thona Fatmir a Don Pizhi. Ç'është dush? Ç'është e njëjtë është. Okej. Në rregull, kuptohet se keni një karrierë shumë të madhe, keni kaluar shumë vite në karrierë. Po flasim pak për fillimet, për hapat e tua të parë. Cila ka qenë ajo këngë që ke filluar? Mu njoft nëse më në men se ki shumë këngë. Normal që e moj men, se qatë shpesh ma kam bu këtë tike gazetarë, sa që... Me jo përkujtu pak. Patjetër, ka qenë këngë së bashku me kolegun tim në grupë që kemi qenë atët, Hija jetës. Qashtu ka qenë titullume dhe kënga e parë, të përton është, ka fillu më realizu në fund 96 se në janar 97 është realizu, është I gjezu, se më kujtohet sakt. Edhe prej atyre, do më thonë, kemi qenë aktiv muzikë, dhe së fundi, vitet e fundit, do më thonë që këmë vazhdu si solo artist. Ku e keni vetën ma të sigur gjatë realizimit këngëve dhe gjatë realizimit videoklipeve si solo, apo grupë kur keni qenë Hija jetës? Varet, për do sene është ma mirë solo, për do sene është ma mirë me punu në ekip. Po prapë nëse ishe njerit gjitha ondë, prapë menoj që për një artist mirëfill të cili ka ideja dhe të shiron me shpej artin e vetë dhe muzikën që e kultivon, është ma mirë me qenë solo. Kjo është menimi jam normal. Dani pak të videoklipet. Prej gjitha aty në videoklipeve si solo, si edhe kur keni qenë domethënë grupë. Cili është ta videoklipit që e kujton ndoshta me nostalgji gjatë xhirimeve apo diçka tillë që të ka pëlqyer më shumë ti domethënë gjatë realizimit? Cila këngë dhe cili videoklip? Apo kanë qenë gjitha aty? Sigurisht që pyetja ti merret me ti për kujtu pak senet e vjetra. Normal. Je nostalgji për kohën e para luftës, kemi fillu me kriju videoklipe me produksionin na enda pikselsat e tashëm. Edhe normal, një klip që në kujtim gjithmonë që kemi realizu është Hija e zezë. Për atë kohë ka qenë realizu shumë mirë. Edhe që ajo është një përvojë që se harroj kur. Normal, mas luftës janë kriju kushte më të mira, nështë ta kemi realizu. Angazhim ka pas gjithmonë mirë, po në krahasim me para luftën, mas lufta ka qenë periudhë më e volshme me kriju klipe dhe normal, kemi kaluar gjitha të mirë. S'po di diçka më specifike. Ka qenë kënga më e mirë, do këtë atë kohë ka qenë hiti më I madh dhe realizimi më I mirë për sa I përket videoklipit. Po ashtu është transmetuar shumë me çat kemi pas media tona në TVSH ku ka pas media shqiptare. Do këtë edhe gjithë kanë ditë edhe refrenin e këngës, se ka qenë një refren shumë. Në rregull, çka të shtyn më marrë me muzikën rap? Po prej fillimit e kom nis veç prej pasionit që kom pas që me kriju diçka. Normal mas pari e kom vrejt që kam talent me shkru, edhe gradualisht pas hapi kom fillu dhe me bo rap, edhe qaj pasion edhe adhurus të mi më shprej një farë mënyre që e pëlqejnë muzikën tem janë shtytja kryesore për me vazhdu me kryre. Një pyetje pak sa më provokative, mendon se ka rap të mirë fillt në Kosovë? Ka. Tin provokative ish kanë sa ka rap në Kosovë. Sa po nuk dashta shumë hynë ashtu tash pak më but. Ka rap shumë të mirë në Kosovë, ka grupe të reja që kanë sjellë për një më freski në rapin e Kosovës. Ka dhe rap pa lidhje në Kosovë shumë, edhe ka shqiptar. Si çdo sene që u bë me shumicë, çashtu edhe rapera janë bë me shumicë. Po s'po di, në mendoj që kjo vjen edhe si mungese ligjit nështë ta me thonë, për mbrojtjen e drejta të autorit, sepse tani një mënyrë ose tjetër ishin filtru këtë sa në tjera. Në rregull, tash nalin pak të tekstit. Bashkëpunimet e tua, do më thonë për tekstet, gjenë me këngën e fundit që të flasim në fund, do më thonë për arsyen më të madhe që përse, do më thonë është edhe intervista e natës sotme, për tekstet, do më thonë, kush I shkruan tekstet? Vetë I shkruaj tekstet gjithmonë, do më thonë, I kum shkru. Mirë po s'do thotë kjo që s'kom punu edhe naj këngë me tekst tjetër kuna, naj kolego tem, po shumicën 90% I shkruaj vetë. Do të thonë pe këngëve tua me qenë se edhe tekst shkrues. Ka ndonjë këngë që është diçka pe pjesës tona apo është diçka që vjen për momentin edhe shkruan?
Po, shumica aty në janë tilla. Unë kur nuk më thonë t'ulla shtash po ulla me shumë një tekst. Nuk më qashtë, nuk funksionoj. Vetëm përderisa më frymëzon diçka ose më shtyn edhe shkruaj. Kam tekste të cilat kisha shkruar me shumë ëndje. Panodit që janë temat sociale dhe realiteti që na rrethon. Një këngë fundit e tillë që ka dorë për zemrës, është kënga Po doni vota, që kam shkruar me s'po di qysh. Shumë me gjithë dëshirë. Me gjithë dëshirë, me për zemrës. Po doni vota u kone caktuar për një person apo për gjithë? Jo, aja ka qenë një realitet Kosovës, nashta dikush nuk e pranon, dikush nuk mendon që është i tillë, po unë e di që shumica pajtohen me ato që i kam thonë atë kohë. Ndalni pak te videoklipi Po doni vota. Do të thonë realizimi i videoklipit shumë interesant, maskat, fytyrë, prezantimi, këto këto. Ka qenë ide jotja personale apo ide komplet, prej fillimit deri në fund. Normal që ato ideja s'ishin realizu pa videoartin, cilë normal gjithmonë kanë qenë shumë të mirë me mu, shumë korrekt dhe shumë profesional, po ideja jam ati klipit e kom pasur në kry ka herë. Edhe mu kanë realizu bashkë ashtu si që kom paramet. Po ndalim pak të prej karierës tonë dhe sëllë, dhe po flasim definitivisht tani për këtij fillimit. Cila ka qenë kënga që e ke bo, ndoshta një këngë që thu me vetes që kjo është këngë tamam e qefit edhe që e kom bo që duhet. Në më thonë për karierës tonë dhe sëllë. Po di që me thonë ashta kur s'ku menu për diçka tillë. Unë e vlerësoj veten si njeri modest dhe pa marrë parasysh çfarë këngë me bo në kur nuk i thom vetes si ja bëj rrafsh me thonë e ke bo çdo çast. Gjithmonë mundona me dhënë normal maksimumin tim për çdo këngë, po publiku pastaj e vlerëson. Nëse pëlqejet, nëse jo atëherë di që s'kom bo diçka të mirë. Po nëse pëlqejet, kjo s'do të thotë që unë nuk di mi vlerësu veprat e mia, po i tillë jam prej natyrës. Më mirë kritik për veten sa kritik më kohën tjetër për ty. Në rregull, tash po kalojmë prapë te mramjet e këto gjëra tjera. Sa i kyçën domethënë për mramjet ndryshme për organizime. Edhe çu shenin veten, domethënë çu është mirë pret publiku. Jam i kyç, po jo shumë si përpara. Tash kam edhe normal obligime familjare, edhe obligime tjera se punoj përveç muzikës. Po jam, edhe aty ku shkoj nina shumë mirë. Publiku, normal publiku i mirë është, tash e marrët publiku adhuruesi një shtytje shumë e madhe për karrierën time. Edhe kam qef me pas kontakt sa më shumë me publikun tim, me një kritikat, menimet e tyne, se cilë ka kanë një mendim ndryshe. Po ndalim kuptohet që i mirë presin edhe kritikat e komplimentet, po komplimentet janë gjëja më e mirë që i ndodh një komtari apo dikujt. Cili është një kompliment që s'kishe marrë kur? Ose diçka që se ke prit për çati personit? Po tillë, është një pyetje e shtirë që çmarr. Është një pyetje, jo se ndoshta ka pas shumë tilla, po çfarë që s'mundesh më nda. Unë bojmë një mirë. Një koment i një djallit Ferizajt që ato definitivisht më duket e kam #1 fan. Shkruan gjithçka tilla. Nëse. Okej. S'kam nevojë me cek veç. E di definitivisht po ne kam #1 fan, edhe përshëndes. Po mirë, tash do me thonë, sa janë ato emocionet, po bëjmë një krasim fillimit hapa ato dhe tash, apo tu ka bu krejt e zakonshme, do me thonë me dalë me kënu, me bo një videoklip edhe diçka nuk kina është emocione si ma herët. Normal tash me ku njëri dhe pjeket profesionalisht, po ndjenjat nuk janë gjithmonë të njëjta, tash pak ma ndryshe, po stresi edhe që e puna e organizimit, senet që shpojecin, derisa të fillon realizimi, ose mu gjiru, ose mu njësu diçka, kam shumë stres edhe droj se që shkan me ecë punë. Po pastaj kur fillojnë me ecë, e di që ka fillu, dyqysh du të me mbaru, edhe nuk me rakosëm shumë. Po përpas muzikës, do të thonë nuk është i vetmi profesion primar kjo, se puna jote. Do të thonë ka edhe profesione tjera. Mendon herë me lënë muzikën u marr me diçka tjetër, për shembull me aktrem apo diçka tjetër. Jo, aktrem definitivisht vonë, është edhe se kum pas që zgjidh. Vetëm se jo, ne kam diplomë në menaxhment informatik. Do të thonë jam ekonomist i diplomuar, po edhe muzikën nuk besoj që kam lënë. Të paktën jo një herë për një herë.